Në studio dhe po vazhdojmë me pjesën e dytë të programit mëngjesit, pra ditë e re, me të cilën do të jemi bashkë deri në orën 10. Dhe unë siç ju kam paralajmëruar dhe pak më herët, është kënaqësia jonë që sot e kemi mysafir dhe do të bisedojmë për seminarin i cili domethënë ka disa ditë që po zhvillohet këtu në Shkup me mysafirën nga vende domethënë të ndryshme dhe në organizim të ambasadës së fëmijëve me gjashtë këtu nga Shkupi. Sigurisht se ju kujtohet që një ditë domethënë më parë kishim mysafirën nga Serbia, Maqedonia dhe Kroacia, me të cilat bashkë biseduam për ndërtimin e paqes, domethënë që nga mosha fëmijërore, duke filluar domethënë nga kopshtet, e kështu me radhë, duke përdorur domethënë mënyra të ndryshme ose forma të ndryshme për cilë një ambient pak më ndryshe tek fëmijët më të vegjël. Për sot unë ju paralajmërova pak më herët se do të kemi mysafir nga Shqipëria, Presheva dhe nga Maqedonia ose më konkretisht nga Dibra. Pra kam nderin që t'ju prezantoj Nevila Manga nga Shqipëria. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Përshëndetje. Është zonja Valmira Kobeci nga Dibra, mirëmëngjesi, dhe pranë meje Albena Mustafa nga Bujanoce, nga Presheva. Domethënë është interesant se Valmira prej Maqedonisë e martuar në Preshevë dhe tani sërish domethënë vjen këtu mirë po në një rol tjetër për të biseduar për Albena, më fal. Domethënë për të biseduar për fëmijët dhe një formë domethënë ose një projekt që keni nisur ta prezantoni ose ta punoni domethënë në kopshtet ku ju punoni. Albena, Nevila, më fal, do të nisim me ty. Ju nuk jeni domethënë që punoni në kopsht, mirë po jeni që punoni në një organizatë që merret me projekte të ndryshme dhe që kanë të bëjnë me fëmijët. Mund të na tregoni më konkretisht? Atëherë, Partner për Fëmijët është një organizatë shqiptare e cila po bashkëpunon edhe për këtë projekt, i cili synon pra në punën që ka me fëmijët, zhvillimin e paqes dhe respektimin e diversiteteve. Mund të na tregoni ndonjë projekt domethënë konkret që jeni duke punuar tani? Partner për Fëmijët ka disa projekte dhe po implementon ato në disa rrethe të Shqipërisë, ku në rrethin e Dibrës po implementohet aktualisht një projekt për aftësinë e kufizuar, për përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuar në shkollë, dhe projekte tjera të cilat lidhen edhe me Prisidi, ku shtrihen në 5 bashki të Shqipërisë, aktualisht në 10 kopshte. Sa jeni të kënaqur domethënë nga rezultatet për realizimin e projektit të fundit që thatë për fëmijët me aftësi të kufizuar? Ky projekt është në proces, jemi në fazën e dytë të projektit. Në fazën e parë, ai është pilotuar në afate të shkurtra dhe në periudhën e vazhdim ne pretendojmë që ky projekt të jetë për një vit të plot akademik. Në çfarë forme po realizohet ky projekt, domethënë për fëmijët me aftësi të kufizuar? Mënyra se si po zbatohet projekti është nëpërmjet disa aktiviteteve ku mendohet që të përfshihen përveç edukatorëve, fëmijëve edhe prindrit, të cilët kanë një rol shumë të rëndësishëm në zbatimin e projektit. Me këtë projekt a keni arritë të paktën domethënë edhe fëmijët të tjerë të cilët nuk kanë domethënë probleme me shëndetin, t'i pranojnë si shok të tyre domethënë fëmijët të cilët kanë aftësi të kufizuar? Deri tani ne jemi të kënaqur me ato që është arritur. Edukatorët do flasin edhe më tej për mënyrën se si punohet gjatë projektit, por siç thash edhe më përpara, jemi në proces edhe gjërat po shkojnë deri tani shumë mirë. Zonja Albena, në cilin kopsht punoni ju? Unë jam Albena Mustafa, si shtat, po vi prej Bujanosi, prej institucionit parashkollor Gëzimi. Punoj si edukatore me fëmijë parashkollor pranë shkollës fillore në Infrashër. Sigurisht edhe në institucionin domethënë ku ju punoni ka filluar të realizohet projekti për cilën domethënë po flasim. Prej kur ka nisur dhe ky projekt ka filluar prej vitit kaluar. Mirë po, me këtë projekt kam punuar një grup parashkollor tjetër, kurse na tash prej shtatorit, përmes këtij trajnimi që do të zhvillohet, do ta realizojmë me aktivitete të ndryshme,
duke i kyçur prindërit aty tjetë si partner për realizim të projektit, sepse pa tjetër në punën tonë duhet të formohet ai trekëndësh edukatore prindër fëmijë. Synimi, kurse qëllimi më kryesor i këtij projekti është që fëmijët të formojnë vetbesim, të pranojnë diverzitetet, të jenë sa më paqësor, duke përpunuar aktivitetet të ndryshme, mendojmë që do t'i realizojmë këta. Po, a keni gjetur, do më thënë, mënyrën se si do ta realizoni këtë projekt? Kolegët e ju që ishin një ditë, do më thënë, më parë këtu, me veti kishin edhe disa kukulla, do më thënë, të... Po, ato janë kukulla të personifikuara, si e them na, me ato sot do të punojmë në këtë trajnim që për të cilën kemi ardhur, edhe shpresojmë se do të marrim për aty ideja shumë të reja, duke i kyçur edhe idejat e mëparshme që kemi pasur, mendoj që do të kemi sukses. Deri tani me këto kukulla ju nuk keni punuar? Jo, nuk kemi punuar, po, tash. kemi dëgjuar për to, mirë po, planifikojmë që të fillojmë. Nga jo që keni dëgjuar, do më thënë, nga kolegët e ju të cilët ndoshta kanë një përvojë më gjatë, a mendoni se do të ndihmojnë të paktën, do më thënë, për të mos shfaqin, do më thënë, fëmijë dallime për fëmijët e tjerë të cilët ndoshta mendojmë se na për asin të dallime punojmë gjithmonë, që fëmijët t'i shohin ato, të gjithë fëmijët t'i shohin një lloj, pa marrë parasysh nëse kanë ato aftësi të kufizuar apo aftësi të veçanta, përmes aktiviteteve të ndryshme. Valmira, nga cili institucion vini ju? Unë jam Valmira Kobeci, vi prej qytetit të Dibrës, së Maqedonisë. Punoj në kopshtin Breshja, më konkretisht jam edukatore në grupin Mozaik, që është grup ndigjuesor. Punoj, do me thënë, edhe në gjuhën shqipe, edhe në gjuhën maqedone. Besoj se dhe tek ju ka nisur ky projekt të realizohet, apo ndoshta do të tani më është viti 3 që ky projekt, do me thënë, të respektojmë ndryshimet, implementohet në kopshtin tonë. Dhe si po vion? Vion me një interes shumë të madh si nga ana edukatorëve, prindërve dhe gjithashtu edhe fëmijëve. Sa do më thënë edukatore jeni trajnuar për të realizuar, do më thënë, këto projekt? Në kopshtin tonë jemi 2 edukatore, unë dhe kolegja ime tjetër. Po sa fëmijë keni të përfshirë në grup? 26 fëmijë janë i gjithë grupi. Që prej momentit kur ka nisë, do më thënë, të realizohet ky projekt, dhe deri tani, a keni hasë, do më thënë, ndryshime pozitive tek fëmijët? Kemi vërejtur. Cilët ndoshta prej në fillim kanë shfaqur ndonjë problematikë ose... Kemi vërejtur shumë ndryshime në sjelljet e tyre, në mënyrën se si sillen ndaj të tjerëve, e kështu me radhë. Këtë e arrim kuptohet nëpërmjet të punës, nëpërmjet të punëtorive që ne i organizojmë, të cilat kanë shumë rëndësi. Këto punëtori ne i kryejmë me ndihmën e kukullave të personalizuara, me ndihmën e pasqyrës, ngjyrave, të cilat kukulla janë një prallë në vete, të cilat na ndihmojnë që prej fëmijëve të nxjerrim botën e brendshme të tyre, komunikimin, dhe në këtë mënyrë mendojmë se suksesi është jashtëzakonisht i madh. Do më thënë, ju keni përvojë me kukullat, e përmendet edhe pasqyra. Çfarë role pasqyra kanë këtë? Nëpërmjet këtyre punëtorive, nëpërmjet këtyre instrumenteve që siç e theka pak më parë, fëmijët të tregojnë veten, i tregojnë ndjenjat e tyre, atë çka është vështirë të nxjerrësh prej tyre, anën të brendshme shpirtërore të tyre. A mund të marrim ndonjë shembull, mos përmendim domethënë fëmijën, po ndonjë histori që keni mund ta zbuloni nga ndonjë fëmijë që keni pas domethënë në grup, që ndoshta deri në momentin sa nuk ka nisë të realizohet projekti, nuk keni mund të nxjerrni asnjë fjalë nga ajo se ta kuptoni se me çfarë ballafaqohet. Po ka raste të shpeshta, normalisht edhe në kopshtin ton ka fëmijë që të themi janë me ndryshime, nuk janë një lloj se të tjerët, dhe tek ne në kopsht, për shembull, për të ngrënë drekë duhet të zripim shkallave të poshtë. Edhe shpesh herë ndodhen që me të vërtetë edhe dikujt tjetër i bie në sy të shikon se kur ndonjë fëmijë largohet, ka një derë të pasme që për të dalë në kopsht. Edhe shpejt fëmijët të vrapojnë, të mbyllin derën, të marrin fëmijën brenda, mos largohet. Po, sa i përket, do të thënë, kukullave, sigurisht ata kanë edhe emrat e tyre dhe personazhin, do të thënë, personalitetin. Kanë emrat e tyre, në të gjithë Maqedoninë emrat janë të njëjta, janë Aleksandër, Jana, Ali dhe Ajshe. Po konkretisht në grupin e ju, cilët janë më të pëlqyer, cilët emra preferohen më tepër? Nuk ka dallime tek emra, në përgjithësi të 4 kukullat janë të preferuara për fëmijët.
ku nëpërmjet këtyre kukullave kemi realizuar tema të ndryshme që me të vërtet kanë pasur shumë sukses. Disa nga ato tema janë të njohim veten, të njohim shokun, të njohim rrethin dhe edhe familjen. Një punim që e kam sjellur prej fëmijëve është edhe ky këtu, që ja vlen të ceket. Kjo është shumë e rëndësishme që fëmijët e kanë punu me kënaqësi të madhe dhe pa përtim. Ati mund të vërejet puna e tyre, Do të thënë kontributin që kanë dhënë, ku asnjëri prej fëmijëve nuk është lënë që të ndjehet keq, sepse mund të vërejet se në punimet nuk janë të njëjta. Kjo nuk kupton se edhe aftësitë e fëmijëve nuk janë të njëjta. Çdo fëmijë nuk mund të ketë aftësi të vizatoj vetë, për shembull. Për atë ai fëmijë që nuk është në gjendje të vizaton, i japin punim të gatshëm, ai vetëm të ngjyrosen, edhe të ndihet një lloj si të tjerë, të mund ndihet i veçuar. E gjithë kjo është edhe ajo që lidhet me vetë projektin të respektojmë ndryshimet. Po i shohim domethënë edhe në ekran vizatime që kanë bërë fëmijët. Kjo është edhe një mënyrë shumë efikase në punën me fëmijët, sepse edhe pse janë punime të gatshme, fëmijët i pëlqejnë. Edhe ajo na ndikon edhe ajo, sepse edhe pse janë të gatshme përsëri nuk janë një lloj, edhe fëmijët bëhen kurioz. Edhe shpejt të shpejt dëshirojnë ta mbajrojnë punën e tyre dhe të ndihen krenar me atë. Është interesante, domethënë të punosh me fëmijë që nga mosha më e vogël e tyre dhe nga ata domethënë të kuptosh se çfarë domethënë kanë nga brenda dhe si gjeni mënyrën ose formën për t'ju ndihmuar. Edhe përrallat janë diçka shumë e rëndësishme, ku nëpërmjet përrallave, nëpërmjet kukullave, do me thënë kukullat janë përrallë në vete, nëpërmjet tyre, ata nuk komunikojnë në mënyrë direkte me fëmijën, mirë po edukatori është ajo që ndërmjetëson ato dhe nëpërmjet edukatores ato shprehin ato mbrenësinë e tyre në situata dhe në momente të caktuara. Kjo na ndihmon shumë që prej fëmijëve të nxjerrim atë botën e tyre të brendshme, sepse në fund të fundit fëmija është e vështirë të komunikosh me të, mirë po përrallat janë ato të cilat e mundsojnë arritjen e një qëllimi sa më të lartë. Po ndodh të njerë që fëmijët të sjellin domethënë prej shtëpisë ndonjë lodër që kanë të veçantë dhe ndoshta përmes asaj lodre ndoshta edhe të kuptoni botën domethënë të brendshme. Ndodhen shumë shpesh, zakonisht mbasi kemi filluar me përdorimin e këtyre kukullave, zakonisht vajzat të sjellin nga ndonjë kukull që është edhe më e madhe, edhe me ato bisedojnë, e shprehin mendimet e tyre, ndjenjat, gjithçka që kanë në brendin e tyre. Zënjëvina, ju a u lejoni fëmijëve të sjellin domethënë lodra? Po, na lejojmë. Zakonisht e kemi si princip që në fillim të vitit shkollor, përveç lodrave që kanë fëmijët aty në grup, secili sjell ndonjë lodër që është shumë e veçantë për atë. E pastaj kur vinë këtu në grup, ato formojnë lojra, organizojnë të ndryshme, duke shkëmbyer lodrat, atëherë aty krijohet një atmosferë shumë e këndshme. Zonja Nevila, a mund të na thoni fëmijët domethënë në Shqipëri? Sigurisht se ndoshta nuk keni një statistikë për të gjithë vendin, po me çfarë probleme domethënë hasen më tepër ose vinë domethënë për institucionet parashkollore, që ju mund t'i zbuloni përmes këtij projekti konkretisht? Dhe mund t'ju dilni domethënë sa do pak në ndihmë. Statistika nuk është se për momentin kemi, por gjendja është pothuajse e njëjtë si gjithkund te kjo moshë. Sidomos pasi në përgjithësi problematikat janë që fëmijët të njihen më shumë me veten e tyre, me aftësitë që kanë, të rrisin komunikimin mes familjes dhe mes fëmijëve dhe me komunitetin në përgjithësi. Gjë të cilën nëpërmjet aktiviteteve dhe metodologjisë që përdoret gjatë aktiviteteve e arrin më së miri edhe ky projekt. Janë të përfshira të gjitha kopshtet në Shqipëri me këtë projekt, apo janë të veçuar domethënë disa prej? Siç e thash edhe pak më përpara, në pilotimin e projektit janë përfshirë vetëm 10 kopshte dhe shpresojmë që në vazhdim ne do punojmë edhe më shumë edhe do arrihet që të shtrihet për gjatë gjithë vitit akademik dhe në më shumë kopshte. Sa janë të kënaqur pikërisht domethënë edukatorët të cilët kanë qenë pjesëmarrëse në këto projekte? Ndoshta ata kanë mund t'ja përcjellin edhe kolegeve të tyre domethënë se si çfarë kanë mësuar dhe si është domethënë më mirë të veprohet në të ardhmen me fëmijët.
Vjet re që edukatorët kanë treguar interes për materialet, për manualet që ne përdorim. U kanë pëlqyer shumë aktivitetet të cilat përshkruen në manualet që ne u kemi shpërndar atyre. Interesi duket edhe tek pjesëmarrja e tyre në trajnime që ne organizojmë. Në këtë seminar treditor, unë jam bashkë me grupin e 10 edukatoreve, të cilat po e ndjekin me shumë interes edhe vetë trajnimin. Dishte që shtosh diçka, Valmira? Se kemi edhe atë se është shumë e rëndësishme të thohet se në punën e këtij projekti ne çdo herë i kyçim edhe prindës, sepse është e kotë që edukatorja të punon me fëmijët në kopsht, nëse prindëri nuk e përkrahën ato. Dhe sa ka nxit interesim të prindërit pikërisht kjo? Interesimi është shumë i madh në një nivel tepër të lartë, mirë po nuk mund të themi se nuk ka prindër që nuk tërhiqen. Por ne do të bëjmë maksimumin ton që të pamundurën që ky problem në kalimin e kohës edhe më të eliminohet. Zonja Albina, po si qëndron situata në Bujanos ose në Preshëv, sa i përket institucioneve parashkollore? Projekteve janë përfshirë gjitha institucionet apo vetëm aty ku? Që momentalisht në këtë projekt është i përfshirë institucioni jonë që një vit gati. Na kemi pas disa para pregaditje, para prake, duke realizuar një punëtori me edukatorët nga qedja qendrore. Aty janë fëmijët sërb edhe fëmijët tonë. E realizum një punëtori e cila ke shumë e sukseshme. Pasi që fëmijët tonë mësuan disa fjalë prej tyre, ato disa prej tonëve, emrat e tyre duke i shqiptuar, organizuan lojra të ndryshme, të cilat na erdhën shumë interesant, të cilat gjëra se kishim provuar më herët. Edhe unë e shoh këtë projekt që është shumë të rëndësishëm, edhe ka me qenë shumë i mirë, këto ditë jemi të kaluar shumë mirë, se aty jemi njoftuar edhe me kolege prej vendeve të ndryshme, duke shkëmbyer mendime të ndryshme dhe përvoja të ndryshme. Mund na tregoni pak, pika të shkurtëra si po zhvillohet e seminari që jeni këtu prezent, në çfarë forme pe bëni trajnimin? Po aty kemi 3 trajnere, të cilat janë nga Irlanda Veriut, më duket apo? E ato tash në mënyra të ndryshme, aty organizojnë aktivitete të ndryshme, në cilet marrin pjesë na duke treguar përvoja prej të kaluarës tonë. Kështu që me një qëllim që të formohet paqja, diversiteti në të gjithë këto rajone. Dhe juve si ju duke, si po zhvillohet trajnimi ndaj gjithë pjesëmarrësve që jeni aty? Thash edhe më përpara, metodologjia është diçka e veçantë e këtij projekti. Aktivitetet janë vërtet interesante edhe kanë një përfshirje ku asnjëri nuk mbetet i mënjanuar, gjithë e gjejnë veten të përfshihen edhe të japin kontributin e tyre, të rrisin më shumë komunikimin, duke dhënë më shumë secili nga vetja e tij. Gjithçka po realizohet vetëm në aspektin teorik, formë teorike, apo keni edhe praktike? Edhe praktik, sot do të kemi shumë praktik, duke përdorur ato kukullat, të shihni ato paralajmëruara, ta do të shoh. Disa që ju që ndoshta nuk jeni njohur edhe. Jo, na nuk jemi njohur, këto në Dibër kanë qenë edhe në Shqipëri, kurse na në Bujanovs fillimisht këtë vit të kemi. Në Bujanos e kemi parasysh edhe situatën ndoshta të viteve të fundit. Vërtet do të vjen mirë për nxënësit, respektivisht për fëmijët, që i përkasin nacionaliteteve të ndryshme. Po mendojmë edhe supozojmë se po, për ato i kemi marrë këto hapa. Këtu jemi edhe një kolege, unë edhe një kolege tjetër, Suzana Ferrati, kurse para 3 ditëve kemi pasur 2 kolege nga nacionalitetin sërb. Ato e kanë kryer trajnimin dhe na thanë që do të jeni shumë të kënaqura se ka qenë me të vërtet efikas. Shpresojmë se gjithçka që është në të mirë të fëmijëve të realizohet edhe të ketë sa më shumë sukses. Ju si edukatore në këtë rast, Valmira, a munduani që edhe vetë të bëni vizatime të ndryshme që nëpërmjet të tyre zbuloni diçka më ndryshe te fëmijët? Patjetër që përveç atij plan programi që keni nga patjetër që çdo herë duhet të mundohesh të bësh diçka të re që të jetë sa më interesant për fëmijët. Se po nuk o pregaditet diçka të gatshme, atëherë interesi bie dhe puna. Çdo herë duhet të bëjmë nxitjen e atyre fëmijëve.
Keni në grupin e ju shembull fëmijë të cilët janë vazhdimisht të heshtur dhe në çfarë mënyre tentoni domethënë që të paktën t'i bëni më t'jenë domethënë prezente në mesin e shokëve të tyre ose të flasin diçka ose Kemi fëmijë çdo herë në çdo vit dhe çdo herë ka fëmijë që janë më të tërhekur dhe më të heshtur dhe këtë ne arrim nëpërmjet lojrave të ndryshme. Kemi përparësi më shumë atyre. Ashtu arrihet. Se ka disa ndoshta në shtëpi janë mjaft domethënë të zhurmshëm, vazhdimisht flasin mirë, por kur janë në mesin e shoqërisë janë ashtu të heshtura dhe sikur kanë një frikë domethënë nga. Po fillimisht në fazën fillestare të adaptimit, fëmijët vinë me një lloj frike. Mirë po, edukatorja duhet jetë ai faktori kryesor i cili nxit ato për veprim pozitiv, të adaptohen sa më mirë, të jenë sa më të komunikueshëm në shoqëri. Kjo çdo herë arrihet vetëm nëpërmjet të lojës. Ai ndoshta të mos e kupton se ti don të nxjerrësh diçka prej atij, kështu nëpërmjet të lojës ai futet me fëmijë të tjera edhe nuk ndihet i tërhekur. Më intereson në organizatën e juaj, domethënë keni edhe plane ose aktivitete tjera të cilat në të ardhmen janë në listë që të realizohen dhe çfarë domethënë mund të zbulojmë nga kjo? Fokusi i punës organizatës tonë është për, siç e thash edhe më përpara, puna me fëmijët, sidomos në moshat e hershme dhe kryesisht me temat që lidhen me zhvillimi personal të tyre, me njohjen e vetes dhe të rrethit ku ato jetojnë, ku edhe ne kryesisht mënyrën se si punojmë në vazhdimsi për të siguruar vazhdimsinë tonë e fokusojmë në temat kryesore pra që kanë të bëjnë me zhvillimin e fëmijëve. Organizata juaj është një organizatë që mbështetet nga shteti apo një organizatë private? Aktualisht, pra ne kemi këtë projekt i cili mbështetet nga Bashkimi Evropian, por jo vetëm nga Bashkimi Evropian edhe nga organizata tjera, të cilat ndryshojnë varësi të projekteve dhe të aplikimeve që ne bëjmë. Ju jeni domethënë çdo ditë me fëmijët, jeni pranë tyre. Mund të na tregoni se sa domethënë problemet familjare ndikojnë tek fëmijët, që ata të ndjehen domethënë sikur janë të heshtur ose të lënë anash në mesin e shoqërisë. Është vërtet që ndikimet këto probleme familjare mund të ndikojnë shumë tek fëmijët, mirë po na si edukatore mundohemi që ndihmojmë atyre në disa pikpamje. Kemi pasur edhe raste të tilla, të cilat s'ka nevojë këtu të përmenden, mirë po përmes bisedës, përmes lojës, përmes aktiviteteve të ndryshme mund të ndihmojë fëmijëve në për këto lloje situatave, mirë po patjetër duhet të kyçen edhe prindërit këtu. Duke zhvilluar biseda individuale me ata. Kur thoni domethënë të kyçen prindërit, ata domethënë në shtëpi të bëjnë më tepër bisedë me fëmijët apo ndoshta keni edhe ndonjë orë të caktuar që ata të vinë domethënë në institucionin tuaj? Punëtori të ndryshme me prindërit. Punëtorinën kupton fjala kur për të gjithë fëmijët vinë prindërit e tyre, nënat ose baballarët, mbaret si e përcaktojmë, edhe aty zhvillojmë na ndonjë aktivitet. Me temë të caktuar, veprimtari të caktuar. Dhe si është ai momenti kur kanë pranë domethënë? Shumë interesant, se secila punëtori ka pjesën hyrëse, domethënë në pjesën hyrëse bisedohet për temën e cila do të zhvillohet. Pastaj në pjesën kryesore aty zhvillohet ndonjë punëtori e cila domethënë përmes materialeve të ndryshme didaktike realizohet ajo. Pastaj përfundimisht shkojmë me ndonjë pikë muzikore e cila është interesante edhe për fëmijët, por të cilët e dinë edhe prindërit, kështu që ato kyçen atë raport. Po në lidhje me këtë në disa të ceki diçka, se përveç lojës, me rëndësi janë edhe shëtitje të ndryshme, nëse fëmija vjen prej shtëpie i dheruar ose i mërzitur, atëherë tashti në varfëri prej kohës, nëse është koha e mirë tek ne praktikohen edhe shëtitje të ndryshme, kështu që fëmija ndihet pak më i lirë dhe më i gëzuar. Po këto probleme domethënë të ndryshme sigurisht vërejnë edhe në Shqipëri, vinë nga rrethe të ndryshme. Familje domethënë kush ndoshta me divorce, kush me probleme tjera, sa dhe këta ndikojnë tek fëmijët. E reja e projektit faktikisht është që fëmijët të flasin për problemet e tyre nëpërmjet
temave që zhvillohen nëpërmjet kukullave dhe ato të krijojnë mundësinë që të flasin dhe të shprehen më lirshëm me të tjerët, me prindrit dhe të gjejnë një vetvlerësim tek vetja për të përballuar sfidat dhe problemet që ato hasin gjatë jetës, duke i bërë ato më të suksesshëm në jetën e tyre. Këtu dal nga dal, domethënë kalun edhe ato minuta që ishin të dedikuar për bisedën tonë. Unë kisha nderin që isha bashkë me ju dhe sadopak në pika të shkurtra domethënë zhvilluam këtë bisedë sa i përket domethënë asaj moshës më të vogël dhe ndihmës që ju vazhdimisht jepni për ata. Faleminderit që ishit pjesë e programit të mëngjesit. Shpresojmë që ndoshta takohemi ndonjëherë tjetër nëpër institucionet ku ju punoni dhe veproni. Faleminderit edhe ju. Faleminderit për ftesë. Faleminderit. Dhe ne kalon shumë mirë. Dhe uroj që të kaloni edhe më mirë në seminarin që veç jeni prezent. Të dashur miq, ne këtu po e përmbyllim program